Në kuadër të Tetorit Roz, muajit të sensibilizimit për kancerin e gjirit, Akademia Olimpike me mbështetjen e Koksh organizuan një takim sensibilizues me student, pedagog dhe të ftuar të tjerë në Universitetin e Sporteve në Tiranë. Takimin e përshëndeti presidenti i Koksh, zoti Fidel Ylli, që e cilësoi këtë fushatë të rëndësishme për të gjitha gratë dhe vajzat, pasi identifikimi i hershëm shpëton jetë. Sot unë dua t'ju bëj thirrje të gjitha grave, vajzave, të kryen kontrole të rregullta, të flasin hapur për shëndetin dhe të mos hezitojnë, të kërkojnë mbështetje, sepse shëndeti është një forcë e madhe dhe jo forcë dobësie. Gratë në sport përballen çdo ditë me sfida të shumta dhe prandaj është detyrë jona t'i krijojmë një mjedis mbështetës ku ato të ndihen të sigurta, të vlerësuara dhe të fuqizuara. Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar i përkujdesur për të promovuar rolin e gruas në sport, për të forcuar programet e edukimit dhe kujdesit shëndetësor dhe për të ndërtuar një kulturë sportive që mbështet shëndetin mendor dhe emocional për çdo sportist. Edhe rektori i Universitetit të Sporteve, zoti Agron Kasa, e vlerësoi mbajtjen e këtij takimi, veçanërisht për gratë dhe vajzat që merren me sport. Tetori Roz emrin e ka bukur, por në kuptimin e ka të vështirë. Të vështirë sepse gjysma e popullatës tonë janë vajza dhe janë nëna. Që të gjitha nënat dhe vajzat nuk duhet mendojnë asnjëherë që janë të paprekshme nga kjo. Smundja, kanceri i gjirit është një kancer jo vetëm i rrezikshëm, por shumë i leqar, se nuk njofton asnjëherë. Ne sigurisht bëjmë detyrën tonë, kjo është detyra. Ne kemi një fakultet për rehabilitimin këtu, i cili trajton në paketat e veta pikërisht edhe problemet e rehabilitimit në personat që vuajnë nga këto patologji. Por nuk mjafton. Nuk mjafton. Drejtorisha e Akademisë Olimpike, zonja Enkeleda Çaushi, përgjatë takimit, moderoi temën Tetori Roz, femrat në sport, me një panel të përbërë nga pedagogja Keida Ushtelenca, presidentja e Federatës së Motociklizmit Julinda Dhame dhe mjekja dhe pedagogja Oltiana Petri. Personalisht di të them që sa mirë që është një muaj ky Tetori Roz, sepse gjithë vitin edhe unë nuk kujtohem që të kujdesem për veten. Sa po vjen ai Tetori Roz, vjen ajo këmbana në kokë që duhet kujdesemi për veten dhe shqyr që është një muaj Keida që një ditë, 2 ditë, 3 ditë duhet ta bëjmë këtë gjë. Ajo që unë dua të theksoj dhe që dua të flas me juve është fakti i parandalimit të kësaj lloji smundje, por jo vetëm e kancereve të tjera. Shëndeti është kryesisht në krahas të shëndetit femrës, por kanceri i gjirit edhe meshkujt të detimit kujdesshëm nga ata që kanë histori të mëdha. Smundja e kancerit është një smundje që jo rastësisht ka një muaj, Tetorin Roz, sepse ne e dim që ka smundje të tjera të cilat janë me dita kundër kësaj apo dita e kësaj smundje. Pra është vetëm një ditë për të ndërgjegjësuar për një smundje. Kanceri jo pa qëllim është një smundje e cila ka një muaj të tërë ndërgjegjësimi. Unë jam një si ju që normalisht ja kam dalë vetë jetës edhe në Tetorin Roz mundohem dhe unë të bëj këtë promovimin që bëhet për sa i përket smundjes, promovimin ose ndërgjegjësimin themi, sepse kam pasur edhe kam shoqet e mia që kanë problematika të tilla. Edhe unë jam diagnostikuar me një lloj smundje, po jo të këtij lloji. Megjithatë, doja të thosha që një nga gjërat e rëndësishme për ju gocat është e rëndësishme që ne të merremi me veten. Përfshirja në sporte, qoftë në aspektin si student, por edhe më gjerë, në gjithë aktivitetet që ju jeni pjesë, ju bën ju një kontingjent individësh me risk shumë më të kufizuar për të zhvilluar smundje malinje. Të ftuarit në këtë panel kanë sjellë histori personale dhe kanë diskutuar për ndërgjegjësimin që çdo grua dhe vajzë duhet të jetë e kujdesshme për të kryer në kohë kontrollet.